Long, unë jam Agon Rexhepi edhe këto janë 10 përgjigjet e mia në Yellow Talks. Cili është lajmi më i rrëmë që të ka tronditur ndonjëherë dhe pse njerëzit e besojnë? Me thonë drejtën, lajmi i rrëmë që më ka tronditur më shumëti ka qenë që në Kosovë flitet ende serbisht. Gjatë kohës që kam qenë në Beograd, atje kam lexuar disa prej gazetave kryesore të Beogradit, edhe ato vazhdojnë me propagandu për një Kosovë e cila nuk është e lirë dhe vazhdon me jetu në frymën serbe. Po mediat sociale, apo na bëjnë më të informuar, apo më të mashtruar? Kjo është ikë me dy teja, sa më shumë informata që ki, tendenca me pa dezinformata është pa aq e madhe. Kështu që mendoj që shkojnë në balancë njëra me tjetrën. Si mund ta dallojmë faktin nga propaganda në një kohë kur çdo gjë duket e politizuar? Psikologjia na mëson që na nuk mundemi kur me qenë neutral, sepse truni jonë gjithmonë anon nga njëra anë ose nga tjetra, po kjo nuk është detyra e gazetarit, që mundem me vërtetu që një lajm nuk është i politizuar ose nuk po tenton polarizim, është të e pas parasysh burimin edhe platformën, po dhe narrativin mbi cilën është ndërtu krejt ngjarja që po e lexon ose storja që po e sheh. Pra me di cila është gjuha e folën, kush janë aktorët kryesorë të çarshës, a janë të verifikueshme çdo informata që po i thonë, edhe ndër të tjera kush fshihet mbrapa kësaj punës, cila platformë, cili gazetar ose cili dhe medium. Cili është sekreti më i madh që publiku nuk e di për gazetarinë e vërtetë? Mjafton kurreshtja. Të gjitha holumtimet më të mëdha që njerëzimi nja janë bërë thjesht për kurreshjes, me di çka, çysh, tek, se, pse. Mjafton me pas kurreshtin edhe me u interesu me pas dy anët e medaljes, me di çka po thonë edhe këta, po edhe ata. A ka histori që ke pasur mundësi ti tregosh, por nuk e ke bërë nga frika ose cenzura? Patjetër që po, kjo për shkak që kanjëherë nuk kanë qenë edhe historitë e mia, e një histori të dikujt tjetër, si gazetare, kjo obligim me tregu kur pala tjetër është rehat edhe sigurt. Po edhe ndër të tjera, keq me thonë, është apo kanjëherë e cenzuroj veten se them çka nëse nuk kuptona në mënyrën e duhur. Edhe masni sot njerëzit e pas parasysh që zakonisht shohin vetëm reelsa, pra dhe nuk e këshirin një emision të pilot, mundën shumë lehtë me shkoqit prej kontekstit krejt llafin edhe me u leçitun e publikisht pa e pasur në shahit qëllimin me e thonë atë që njerëzit e kanë kuptuar. Cili është gabimi më i madh që bëjnë gazetarët e rinj dhe si mund ta shmangin? Sa përket karrierës, mendoj që duhen me kuptu që suksesi vjen gradualisht, është shumë më i sigurt kur vjen kadardale. Kurse sa përket mënyrës së raportimit, konsideroj që gjithmonë janë të synuar me pas tema tabu, po jo specifike. Mendoj që edhe një tema më e thjeshtë, më e rëndom, mundet me qenë tepër interesante nëse ka materiale dhe narrativ që e mbështet ato. Po clickbaiti, apo shkatron gazetarinë e mirë, apo është thjesht një mjet për mbijetesë? Nuk e kam një përgjigje të mëshme rreth kësaj. Mendoj që media duhet me gjetë mënyrë se çu me mbijetu, por në anë tjetër nuk duhet me keq përdor deri në limitet që thyet etika gazetareske. Me gjetë një farë mesit të artë kish me qenë idealja, shumë më e vështirë mu bo se sa me e thonë, por mendoj që mundesh me gjetë një farë mesit, të mënyrës se çysh artikulon menimin tanë. Mundesh me e thonë një menim në një mënyrë që të tjerëve ju intereson edhe kanë me e kliku, pa e keq përdor asnjërin individ në ngjarje. Cila është historia më emocionuese që ke raportuar dhe që të ka ndryshuar ty personalisht? Ndoshta përvojam në muzeun e fëmijëve të luftës në Sarajev, në Auschwitz, po edhe në Hiroshima. Këto kanë qenë 3 përvoja që i kom pas edhe ku ndjeni fat përgjegjësie që publiku kosovar me ditë ja transmeton në mënyrën e duhur çdo përvojë që ne kom pas atje, të e pas parasysh që shumica e njerëzve nuk është që i kanë mundësitë me shku nëpër këto muze. Kështu që ato e kom pas shumë probleme me thonë dhe më ka prek shumë secila ngjarje, sidomos marr parasysh kontekstin ton edhe popullin prej ngavim, pra prej një lufte. Nëse mund të ndryshojë një gjë në mënyrën se si prodhohet lajmi sot, çfarë do të ishte? Nuk janë gjëra të bardhë zi, gjithçka është më e komplikuar se sa që duket. Nuk është një njeri i mirë ose i keq, nga produkti i rrethanave. Kështu që gjithmonë kemi mbeti keq në storën e dikujt edhe i mirë në storën e dikujt tjetër. Sidomos kur flasim për raste që janë ekstreme, për raste ku diun të vrasjeve, të plaçkitjeve, gjëra të tilla, konsideroj që duhet me pas shumë kujdes në mënyrën se çfarë narrative ndërtojmë, sepse mundet me kriju një diskurs tepër toksik mes njëri tjetrit. Çfarë këshilli do t'i jepi një të riu që dëshiron të bëhet gazetar, por frikësohet nga sfidat dhe cenzura? E para të vijnë kurreshtja, dush me qenë se natyrë kurioze me ditë edhe sa më të thjesht pse funksionon në mënyrën që funksionon. E dyta, trimëria është frikë, pra po nëse tutesh je në rrugën e duhur, nëse nuk tutesh kurrë, me thonë atë që mendon ose me bëni diçka ose me volontu një temë specifike, mendoj që nuk je në rrugën e duhur. Edhe treta, puno për emrin tënd derisa emri punon për ty.